Bashkimi Evropian ka prezantuar një strategji të re për azilin dhe migracionin, e cila do të udhëheqë politikat europiane deri në vitin 2031. Strategjia synon të balancojë luftimin e migracionit të parregullt, mbrojtjen e refugjatëve dhe krijimin e rrugëve legale për punëtorë të kualifikuar nga vendet jashtë Bashkimit Evropian. Një nga pikat kryesore të strategjisë është ashpërsimi i masave ndaj qëndrimeve të paligjshme. Komisioni Evropian paralajmëron digjitalizimin e procedurave të kthimit dhe forcimin e bashkëpunimit mes vendeve anëtare për identifikimin dhe largimin e personave pa status ligjor. Në të njëjtën kohë, strategjia parashikon përshpejtim të procedurave të azilit dhe fonde shtesë për vendet që përballen me flukse të mëdha migrantësh, përfshirë edhe Belgjikën. Qëllimi është reduktimi i vonesave në intervista dhe vendimmarrje. Risi tjetër është zgjerimi i të ashtu quajturve partneritetet të talentëve, përmes të cilave qytetarë nga vende të treta mund të vinë legalisht për punë në sektor ku mungojnë punëtorët, si shëndetësia, teknologjia dhe industria. Ekspertët vlerësojnë se strategjia e re do të sjellë më shumë kontroll, por edhe më shumë mundësi për migracion të rregullt, duke i dhënë përparësi punësimit legal dhe integrimit.